Zoti Merkoçi, si mendoni pse Edi Rama nuk i ka më ato raporte që ka pasur dikur me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe u duk edhe në Turqi, teksa kur zbriti në aeroport Edi Rama nuk u prit nga Erdogani? Raportet janë prishur për shumë arsye, para nga kërkesat që Erdogani ka pasur për sa i përket rrymave të cilat ndodhen në Shqipëri dhe Rama nuk i ka lejuar aktivitetin e tyre. Pjesa tjetër që është me Erdoganin është pjesa e cila nuk pranoi, Rama nuk pranoi që të ishte Turqia pjesë përbërëse e rindërtimit të ushtrisë dhe të gjithë infrastrukturës ushtarake, sepse këtu nuk kanë absolutisht asnjë lloj vizioni, këtu shkojnë me takime momentale, me përfitime momentale. Dhe shohim sot e gjithë Europa sot është bërë themi partner apo pritet bëhet një partner i fuqishëm i Turqisë, sepse Turqia ka ecur shumë përpara për sa i përket armatimit të infrastrukturës ushtarake, është voti NATO-s në ushtri, kështu që Rama shqiptar nuk që e zonja ta shfrytëzojë atë marrëdhënie mjesore që ne kemi pas me Turqinë dhe ta bënte Shqipëri një vend i cili mos kishte më nevojë sot, sepse po të kishte një marrëdhënie shumë mirë me Turqinë dhe do të kishte kërkuar atë çfarë duhet pikërisht për sa i përket NATO-s dhe ushtrisë, domethënë nëpërmjet NATO-s ti mund të merrje montim mjaft nga Turqia, mund të ishte vendi ku mund të prodhoje edhe armatim, siç janë dronët për shembull, mund të prodhoheshin në Shqipëri, mund të hapeshin vende pune, kemi pikë strategjike qoftë Sazanit apo të Karaburut, të cilët këta kërkojnë ta kthejnë me çdo kusht, të gjithë politika, nuk është vetëm Rama, por të gjithë politika mendojnë ta kthejnë për rezorte dhe në për turizma, në të njëjtën kohë kur Sazani dhe edhe Karaburuni janë pikë strategjike e MSD-ut, është një nga pikat strategjike të MSD-ut të pazëvendësueshme. Kjo është përplasja e Ramës me Erdoganin apo themi me Turqinë. Po në këtë rast Turqia i ka hequr vizën një herë mirë Edi Ramës, dhe kush është ai faktor kryesor në këtë rast, sepse po themi gjitha marrëveshjet apo ato marrëveshje më saktë që ka bërë më parë, duket se po i kalon drejt Izraelit, ndryshe nga sa ndodhi më parë që i kishte me Turqinë. Marrëdhëniet prishin atëherë prishin interesat. Prishin interesat ekonomike, por edhe tregtare. Dhe kalimi e Ramës drejt Izraelit dhe në të njëjtën kohë kur ti e kishe më të lehtë dhe ishe më në afrimitet themi me Turqinë, ti ka përbërë një hap tjetër dhe kalove tek Izraeli. Dhe mirë, edhe pse ke kaluar tek Izraeli, duhet shohim se edhe me personat të cilat i ke lidhur në Izrael. Roni është një person i cili ka pas edhe akuzën. Është një person i cili nuk është se ka bërë gjërat ligjore në Shqipëri, po i privilegjuar nga Rama me Erdoganin nuk mund t'i bënte Rama këto lloj veprimesh. Sazani dhe Karaburuni janë pikat më nevralgjike. Dhe nëse politika dhe diplomacia shqiptare do të ishte me këmbë tokë, do të kishe bërë marrëveshje me Turkun, po këto lloj marrëveshjesh Turku siç ka bërë me Ronin nuk mund t'i bënte Rama kurrë. Pra marrëveshje të cilat e kanë anashkaluar totalisht shtetin shqiptar. Janë 6 ministri të cilat anashkalohen për sa i përket fluturimeve, kontrolleve që duhet të ketë dhe duhet të ketë paktën shoqëria aksionere duhet të jetë me 2 palë. Nëse Roni do ishte, duhet të ishte edhe shteti shqiptar, i cili tash nëpërmjet ministrive dhe nëpërmjet kontrollet do bëte gjithë kontrollet e tyre. Ndërsa në këtë moment Rama ja ka lënë totalisht këtij personit të vetëm, pavarësisht se ka ngritur disa kompani si Matrushka ti bën këta,
dhe mundohet fshihet pas emrave të tyre, por është një konflikt shumë i hapur, jo vetëm me Turqinë, por edhe me vetë NATO-n. Do ketë një impakt shumë të keq përsa i përket qoftë fluturimeve, qoftë edhe energjetikës, mos harroni apo tokave, të cilat Rama ka dhënë në Divjak, nuk di se sa 1000 metra tokë, të cilat po përdoren nga kompani, janë 6 kontratë të lidhura, të cilat po bëhen nga kompani izraelite, të cilat duan të mbjellin disa prodhime shumë e rëndësishme, ata të bujqësisë e kuptojnë akoma më mirë, disa prodhime supozojmë, po pa farë, pa bërtham, që ti mos kesh mundësi riprodhimi, vetëm dhe të jesh i detyruar ta marrësh vetëm tek ata. Ky është një skandal tjetër që Rama ka bërë me këta. Zotë Merkoçi, po. Jo, e kuptoni çfarë do të thotë thash, ta hash një kaqësi, e supozojmë, ta hash pa bërtham. Mos ketë bërtham fare. Pra ti mos kesh mundësinë e riprodhimit. Dhe kjo bëhet për një arsye të thjeshtë, ti t'jesh i varur ekonomikisht nga Izraeli. Pra ti duhet ta marrësh patjetër vetëm atje. Dhe kjo është skandal tjetër. Pra ne them, Spagu i ka të gjitha mundësitë për të vepruar. Nëse Spagu nuk do të veprojë, atëherë do të veprojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zotë Merkoçi, a ka i përplasje mes Turqisë dhe Greqisë në mesdhe përsa i përket raporteve me Shqipërinë? Ka një përplasje, por që Erdogani zgjidhi në një farë mënyrë, sepse mori dhe një vendim në parlament ku ai përcaktoi ujërat territoriale të tij, atë zonën ekonomike. Pra, Erdogani ndeti dorë për të pritur se çfarë do të bëj Greqia apo vendet të tjera, përkundrazi ai arriti të bëj të caktoj zonën ekonomike të Turqisë në det, kështu që Erdogani është një hap shumë përpara, se sa shqiptarët të cilët me një manovër të ndyrë të grekëve arriti Rama të firmosi një marrëveshje për çpimin e detit në det për gaz, duke adhe një kompanie të cilën ne nuk e dim se e para, dhe e dyta pa përcaktuar akoma kufice ku janë. Dhe Rama nëpërmjet atij të famshëm 6 miliard dollarë që do investohesh Amerika në Greqi përsa i përket sjelljes së gazit, në këtë kuadër kur Rama këtë 6 miliard që e gjyti sikur do të vinë në Shqipëri, e shiti sikur do në këtë moment firmosi një kontratë, cila për mua është paligjisht se nuk ka marrë asnjë lloj aprovimi nga institucionet, firmos vetë Rama, nuk ka është shitje totale. Zoti Merkoçi, ditën e premte Edi Rama do të mbledh grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Si mendoni çfarë po ndodh me vetë Edi Ramën dhe brenda rrethit të Partisë Socialiste? A ka aty një grup që mund ta kundërshtoj? Kemi parasysh këtu nismën e fundit e Elisa Spiropalit dhe apo shkon Edi Rama drejt fundit, apo kjo është thjesht një utopi? Rama përsa i përket çështjes brenda partisë, Rama ka zgjidhur, nuk ka ne problem. Rama pavarësisht se dalin këto lloj njerëzish dhe po ta vesh re Elisa Spiropali bën atë pjesën e partisë, partia duhet të jetë tillë, pra të ngrem idenë e partisë shtet, se po rregullu partinë, kemi rregullu dhe shtetin, sepse këta për shtetin nuk pyesin fare, për drejtimin e qeverisë nuk pyesin fare. Elisa Spiropali nuk ka folë asnjë llafe përsa i përket qëndrimit të saj në qeverisjen e Ramës. Nuk ka thënë asgjë se çfarë është bërë, si është bërë. Mirë, po niset vetëm nga ideja e shtetit, e cila kërkon në këto momente të përfitojë edhe atë sa credo
politike, duke u nisur edhe nga protesta që bëhet dhe ajo bën ato lëvizjet e saj se kjo protestë i dha një mundësi dhe Elisës të dalin në skenë dhe të ripërsëritë atë siç janë edhe shumë të PD-ja që dalin në skenë dhe mbrojnë protestën, edhe Elisa sikur po mbron protestën, sikur ka koha ndryshimit brenda partisë, jo na duhet kjo por nuk ka në gjë reale. Sepse po Ramës, unë thash, Rama ka ndërtuar mafia në shtet, mafia shtet nuk mund bësh absolutisht asgjë. Këto janë flucka sapunit, të cilat janë për të marrë mendjen e njerëzve, për të bërë lajm edhe për të shtyrë ca kohë, por për sa i përket të Ramës dhe qeverisjes tij, pastaj nuk e prek fare, domethënë. Rama mund të bëj lëvizjen e tij, mund të bëj lëvizjen pas mbarimit mandatit Begajt në Rama mund të bëj një kapërcim, o tentoj të bëj një president. Kjo është një variant që Rama mund të përdorë, edhe këtë variant e përdor thjesht për të forcuar mandatin e tij, pra për të shpëtuar arrestimin. Pra ne them që SPAK-u duhet të bëjë sa më shpejt veprimet ligjore për të ndëshkuar Ramën. I ka gjitha argumentet dhe faktet ngelet, domethënë për të parë. Ndërsa për sa i përket Partisë Socialiste, nda janë ushtarë gjithmonë. Politika shqiptare nuk është një politikë, e themi një politikë që takon të djatës, dhe ne jemi mësuar me atë të djatën që të ketë dhënë shembullin dhe kontributin, domethënë kur ndodh një skandal ti jep dorëheqjen, kur ndodh një diçka ti jep dorëheqjen për të dhënë lirë drejtësisë të veproj pas mandatit deputetit apo pas postit të ministrit apo të kryeministrit apo presidentit. Të gjithëve ne kemi edhe është me dosjen SPAK, e kupton? Pra ne thash edhe Amir, nuk po dinë më si të veprojnë, sepse këtu janë të gjithë që janë përlyer në skandale. Qoftë edhe ajo Elisa e cila flet sot për drejtësi, për rinovimet apo për çdo gjë, edhe ajo është akuzuar në SPAK. Domethënë këto janë të gjithë kontingjenti i SPAK-ut, dhe kontingjenti i SPAK-ut tashmë edhe po na bën drejtësinë për konë, bëj drejtësinë them unë.